Rëndësishme në këtë kapitull fillestar po përmendim këto grupimet e zanoreve. Pra, e dhe i shqiptohet si ai. Dikush mund ta shkruaj edhe me j. Pra nuk themi main, por themi mine. Ndërkohë i dhe e shqiptojmë si i e zgjatur. Pra nuk themi z, por themi zi. Nuk themi z, por themi zi. Për shembull, këtu themi vi haj. Shiko, hajsën zi. Zi. Pra nuk themi z, nuk e bëjmë i të shkurtër. Vi hajsën zi. Jo. Por themi vi hajsën zi. Çfarë është kjo? Pse shqiptohet si s? Kjo është një SZ, quhet në gjermanisht. Natyrisht është një shkronjë specifike që nuk ndodhet në